ka dhe interes, për shembull, ne kemi folur po ashtu me Cambridge edhe me tjerë që këtë model tash ta bartëm edhe në vendet e vogla, jo vetëm Kosovë. Pra të Smart si City model. që kemi bërë këtë 5S-in e UBT-s, ta bartëm tash edhe sidomos në ujdesat e vogla që janë nëpër botë, e që kanë kufizim të resurseve të vetat, edhe për hir të asajna, na tash me shku edhe mi javë interpretu, mi javë mi trajnu, mi javë konfirmu që tash do të kemi tash për shembull disa prej tyre kanë marrë në fillim qershorit me vizitu modelin e UBT-s, qytetin se si funksionon, si janë të ndërlidhuna fabrikat, strukturat, shkollat, spitalet e këtu, dhe qysh tani mandej ne me barte të ata në mënyrë që ata me përjetu një produktivitet, po dhe një lloj ekosistemi inovativ i cili kish me qenë shumë më i përdorshëm për ta. Do thotë ka sende shumë të bukura dhe është shumë e rëndësishme që ne nuk kemi më model marrës, që jena akon para 10-20 vjet, o dash me vizituna ceremoninë e madhe, po tash me pru këtu, tash na jemi transmetues edhe që më thon bartës të modeleve praktika të mira nëpër botë. Kjo është shumë e bukur. Se është kohë shumë e shkurt ku ne kemi arrit, kështu që unë mendoj është diçka vërtet fenomenale. Natyrisht ne tash kemi filluar me bë dhe qendrat e miniatur të UBT-s edhe nëpër botë. Kemi hapur UBT në Londër, kemi hapur UBT në Vjenë, kemi hapur në Shqipëri, kemi hapur në vend, sepse tash ky model po bartet edhe po bartet nga Kosova.